moj si zezë, opa moj si zezë moj, hajde moj. Me destinacione të shumta natyrore, peizazhe që të lën pa frymë, Gramshi gjithnjë më shumë po tërheq turist vendase të huaj. Ka dalë një nga qytetet më turistik gati në mezin e Shqipërisë, bashkë me Belçit. Gramshi ka bukurit veçantë, liqeni Zambakëve, kemi liqenin e Zi në Lenien në kohën në Gushtë, sidomos edhe atëherë është dyndje më e madhe. Unë jam nga Barcelona, Spanjë. Është hera ime e parë në Shqipëri. Kam ardhur para 2 ditësh. Është një vend shumë i bukur, njerëz miqësor. Ushqimi është shumë i mirë, sidomos mishi. Pamja është impresionuese, mahnitëse. Sipas bizneseve, pas krijimit të liqenit të banjës dhe rrugës së re, numri i turistëve ka ardhur gjithnjë në rritje, por përpos bukurive natyrore, Gramshi tërheq edhe me kulinarin. Numri është rritur, realisht, gjatë periudhës sezonit verës. Produktet janë të zonës, me ushqimet bio. Rritja e turizmit ka krijuar një zinxhir të ri ekonomik. 10 restorante të reja janë hapur, nisur nga kërkesat, këto të fundit kërkojnë prodhime bio, nevoja që po plotësohen nga fermerët e zonës, e përveç 10 destinacioneve natyrore, tashmë edhe kodrat me levando janë shndruar në atraksion.